Kam dy replika, zoti Beleshi, sepse deputeti që vjen gjoja nga studimi, pati atë që s'mund ta bëj kur njeri, të trilloj dhe të shpif të atriboj atë që se thash kur. E turpshme për ty Ardit Bida, si quhet. Bido, turp të kesh. Turp të të vi falsifikator. Këtu para ju thash se dhe sikur shqiptarë të kishin krye krime kundër genocid kundër serbëve, kundër maqedonasve, sikur të kishin krye, unë do ta dënoja. Genocidin, vrasjen për çështje etnike, është krimi më i dënueshëm, më i shëmtuar. Nuk thash kur se ka ndodhur. Do të kesh fytyrën tënde që të transformosh brenda 2 minutave një deklarat. S'të them gjë më shumë se kaq. Po të dish një gjë, që nuk ka ndodhur në historinë 32 vjeçare të këtij parlamenti një akt i tillë. Ka ndodhur shumë akte, po kjo të transformosh brenda minute deklaratë e tjetrit në të kundërt e bën vetëm ti qofsh. Së dyti, do se arë shqiptar dhe njëherë. Pse ne? Jo, kam replikën tjetër tani. Replik, një deputet ka folur, një replik. Urdhë? Ju lutem, mbaroni fjalin. Një replik, një deputet ka folur. Jo, e kisha nga ato një nga. Ju lutem, përfundoni. Tani, së dyti, pse unë e konsideroj Edi Ramën argat të Vučićit. Pse e konsideroj argat të Vučićit? Sepse sa po erdhin pushtet, Edi Rama filloi takimet e fshehta me Vučićin dhe shpalosi një projekt të Miloševićit të viteve 90. Ndarja dhe ndryshimi kufive të Kosovës. Mbaroj koha, zoti Berisha. Mbaroj koha e replikës. Nuk ka 2 replika, nuk merren replikat vullnetarisht, edhe me dëshirë. Ka folur një deputet, te ka marrë një replik 2 minuta. Ju lutem përfundonin fjalin dhe fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Këtu doli Taulan Begojaris dhe foli për atë që s'ishte rendite në çështje. Këtu është për i Pardin, ai foli për gjëra tjera, dhe më përmend emrin, tani unë po i përgjigjem. Kjo është gjë më normale. Pra, s'pari, së dyti, Edi Rama është i pari në historinë e Shqipërisë pas viteve 90 që vendosi sanksione kundër Kosovës dhe qeverisë saj në një akt të shëmtuar. Së treti, Edi Rama mori nga Beogradi statutin për komunat e veriut të Kosovës vetëm për të fajsuar Albin Kurtin. Së katërti, u përpoq me baton të tij që të rrëzonte qeverinë legjitime të Kosovës. Së pesti, jo një minutë. Zoti Berisha, koha mbaroi. Fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem të mos ndryshojmë standardin se gjithë deputetët janë një lloj. Ju lutem. Zoti Bardhi, merrni fjalën. Zoti Gazmend Bardhi, merrni fjalën. Zoti Bardhi, thirrja e fundit, do ta merrni fjalën apo të vazhdojmë me procedurën? Patjetër, zoti kryetar, do dalë foltore. Do kalojmë në votim.
Do kalojmë në votim mocionin, sepse kështu është procedura. Nëse refuzoni ta merrni fjalën, unë